Që kjo në UTMB, kjo është madhorja, kjo është me thonë ma e madhja, kjo njerëz kajnë aty kur nis gara, kajnë kur e krynë, se është qash rëndqedh, se është shumë emocionale ajo garë, se ka mbi 20.000 vrapus lëshorë në start, janë krejt profile ndryshme, ka të fusha ndryshme, nuk janë veç vrapus, ka njerëz që s'dihet që kanë përfundu në ato gara, se kanë ardhe në atë pikë tjetës me i bo 170 km, shen njerëz të ndryshme, po që ajo garë t'jep me kuptu që njerëz e dojnë këtë sen, do më thonë nuk jetë i budalla i vetëm që përbëjshë këtë sen, adhe në ku kanë shumë si ti. Që ajo ka qenë shumë emocionale, gara në Francë, që ajo ka qenë shumë është diçka shumë e madhe. E qartë. Po cilat janë disa prej shtigjeve që Gentiani ka andër me i prek? Që i ka më andër? Se që shpo e shë nuk e me undalë? Jo, ndjesia e malit gjithmonë sa herë t'i del natyrë, gjithmonë në ndjesi e re. Kështu që është pam janë synin të ndryshon çdo herë. Unë ushtroj verës, për shembull zakonisht shkojmë në për këto majat e Ballkanit, në për pjesët e Nemuna, kalojmë në për Shqipni, në për Malzi, ndryshon tekstura e bjezhve, po ndjesia e malit është çdo herë e re. Ama nështë Evropën pak e kom bo, nështë Amerika është interesant tash për mu, kish me konë interesant, është jënë do bjesh shumë ma ndryshe prej Evropës, nuk e di, nështë ashtë që ata kisha si kurreshti, se Evropë veç kom shkel, disa shtigje, pse ka shtigje shumë, Evropa është e madhe, bota e madhe, po është Amerika kish me konë interesant. Interesant, uroj që të plotësohet si dëshirë. Me shpresë, faleminderit. Gentian, sa është e rëndësishme gjatë vrapimit veshja, këpucët, ajo çanta? Ti kur veshja do me thonë shumë, se këto gara ki shumë kohë me i majtë në trup ato tesha, ki kohë caktume kur ti ndrën ato tesha, po gjithmonë duhet me konë diçka që ty të përshtatët për trupin tënë. Edhe nuk mund është ato veshmbathje me i veshë ose me i provu ditën e garës, anise e në treja. Ato duhet vitet tona, po menoj jo vitet tona, po afërsisht një vjeti me punu me atë veshje, me këshy se a është kompatibile me ty, atë vranë dikon, patika ose qerapa, ose se ki me pas fërkime me ato tesha gjatë ton kohës, ti ki orë të tona, edhe ti ki djersitje, ajo krijon fërkim, jenë qëto, po veshmbathja do me thonë shumë, a jena kualiteti ty në vdën me thonë shumë. Ki natën kur bjen shi madh, nuk duhet me i pas jaknet, duhet me i pas të mira, majicat, duhet që terën shpejt, ato ndikojnë shumë do me thonë, kualiteti sa ma cilësor me konë, ty ta letëson garën më shumë.